Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Igena Neli, për ju që jeni për herë të parë këtu. Sot dua të flasim pikërisht për ato çfarë unë jam investuar vërtet më shumë nga çdo gjë tjetër, për të mësuar për sa i përket energjisë. Kur janë ditët më të mira të cilat unë mund të manifestoj, ose fakti kur një ditë mund të ndihem më e lodhur, ndoshta kam gjumin pak më të shqetësuar, çfarë po ndodh me energjinë në tokë, mos ndoshta nuk është thjesht fakti që unë nuk kam pirë kafen, fakti që më është trazuar gjumi apo ka ndonjë gjë tjetër. Dhe pikërisht në këtë ditë, nëse keni pasur ndjesi të padurimit ose ndjesi kur gjumi juaj ka qenë jo shumë i sakt, nëse mund ta quaj, sipas orareve tuaja të gjumit, sipas rutinës tuaj të gjumit, pra keni pasur ato luhatjet e vogla. Nëse keni pasur në këto lloj ndryshimesh, atëherë qëndroni sepse do të flasim për këtë. Ndërsa ju që po kërkoni të dini më shumë për sa i përket astrologjisë, mirupafshim, vazhdoni në kanalet e tjera sepse kjo nuk është kanal për astrologjinë. Unë jam gazetare, nuk jam astrologe. Faleminderit për gjitha pyetjet që më keni bërë dhe faleminderit që e keni marrë përgjigjen dhe jeni larguar në rrugën tuaj, sepse ju e dini tashmë që këtu nuk ka informacion për astrologjinë, këtu ka informacion për ndjesitë tona, për mënyrën se si ne ndjejmë energjinë, për mënyrën se si ne ndërveprojmë me natyrën. Kjo është e gjitha, mënyra se si ne ndërveprojmë me natyrën. Dhe pikërisht për këtë dua të flasim. Duke qenë se do të cakis pak tani, me qenë se të gjitha ata që na kërkojnë informacion për astrologët, jam e sigurt që tashmë kanë ikur, do të cakisim pak astrologjinë. Në dash, duke qenë se hyn në datë 20 mars, hyn dielli dhe sipas kësaj konsiderohet një vit i ri. Duke qenë se nga dashi është shenja e parë e të gjitha shenjave të horoskopit. Okay. Thënë kjo, ajo çfarë dua të them është se energjia do të jetë vërtet transformuese. Pikërisht, ka qenë kjo lloj energjie e cila nis pikërisht sot dhe vazhdon në disa ditë, duke qenë se kemi edhe ekuinoksin, pra ditën kur është nata e barabartë me ditën dhe unë kam bërë thirrje për më shumë balans, përpiquni ta gjeni ju balancën me gjërat që ju bëni, me gjërat të cilat ju e ndjeni se keni nevojë për të vendosur balancën. Pikërisht është kjo kohë e mrekullueshme. Por çfarë ndodh në pikërisht këtë ditë? Kjo është një ditë vërtet e mrekullueshme në mënyrë që ju të uleni dhe të rishihni edhe një herë gjërat që ju keni dashur dhe të vendoseni eksaktësisht në atë rrugë në të cilën ju e ndjeni se duhet vërtet të shkoni. Energjia është duke vepruar në të gjithë ne në mënyra që ndoshta për momentin mund edhe të mos i kuptojmë. Pikërisht, energjia e ekuinoksit është ajo që të bën thirrje që ti të vendosësh balancën nëse nuk e ke, por nëse ti ke qenë në linjë me universin, ti vetë do ta ndjesh. Ti vetë do ta ndjesh që je në paqe dhe në harmoni me gjithë natyrën. Ti vetë do ta ndjesh këtë lloj energjie të mrekullueshme balance. Pra është ky momenti kur e gjithë universi duket sikur po vendos një buton rikthimi në mendjen tënde. Të gjitha ato emocionet e tua do të gjejnë atë zgjidhjen, do të kenë atë shpërbërjen në mënyrë krejt të harmonishme, ose do të jeni të gjitha ato pikpyetje që keni pasur në mendjen tuaj, të gjitha ato do të marrin zgjidhje përmes një momenti qartësie të jashtëzakonshme që ju do keni në kokën tuaj. Por gjithashtu do të jetë ky diell i ri që fillon pra në këtë pranver, i cili do të fillojë t'ju jap ju një ndjesi padurimi, sikur diçka po ndodh dhe diçka po vjen, një ndryshim po vjen dhe ti mezi po pret ta shohësh se cili është ky ndryshim. Pra je ti duke e kërkuar me ngulm këtë lloj ndjesie dhe e ndjen brenda teje që ke nevojë të bësh ndryshime, ke nevojë të shohësh gjërat edhe një herë që të ndryshosh ato gjëra që ndoshta nuk të pëlqejnë. Dhe e gjithë kjo ndjesi që ti ke nga dielli i cili nis dhe një herë dhe ty të kërkon që të shohësh gjërat më me qartësi, vjen pikërisht edhe kjo që supozohet se quhet fillimi i ri i vitit. Pra, është momenti kur ti e ndjen vërtet, e sheh se si të gjitha gjërat që deri tani mund të jenë dukur krejt të pakuptimta, në fakt kanë kuptim vërtet veçantë dhe kanë qenë secila pjesë e puzzle-it të jetës tënde.
Është momenti kur ti do t'i shohësh me qartësi gjërat dhe do thuash, "Oh, por kjo gjëja që ndodhi atëherë, në fakt, pas ka pasur vërtet kuptim dhe pavarësisht se mua atëherë miku dhe madje e kisha harruar fare që kishte ndodhur, tani po e kuptoj që çdo gjë ka pasur pjesën e vet për të bërë, rolin e tij për të pasur në gjithë këtë panoramën tënde. Është momenti kur ti e sheh me një lloj qartësie të jashtëzakonshme çdo gjë që ti ke nevojë në mënyrë që ti të marrësh mesazhet e duhura që je në rrugën e duhur për të plotësuar ato dëshirat e tua. Ajo që është me rëndësi të thuhet në këtë momente është se ti e ndjen ndryshimin. Ti e ndjen ndryshimin. Ndoshta është thjesht një zë i vogël që atje në fund të mendimeve të tua të thotë, kjo gjëja ka ndryshuar. Ose mund të jetë edhe si një lloj vale që të përfshin dhe ti thjesht e di që gjërat kanë ndryshuar, ama ti e ndjen. Ti e ndjen dhe kjo do të thotë që ti je në linjë me universin dhe zëri i universit po të thërret emrin tënd. Po thërret emrin tënd dhe ti je gati për ta kuptuar tashmë të gjithën këtë që po ndodh me ty. Në fakt, më duhet të them 2 episode. Në fillim, në mëngjes, u zgjova dhe isha krejtësisht e bindur që gjërat e mia kanë shkuar në mënyrën e duhur. Dhe të gjitha shenjat që po shiha në rrugë ishin sikur më thoshin, sikur më jepnin dritën jeshile që gjërat po, janë ashtu siç thua ti. Dhe krejt papritur kur u ktheva nga puna mbas një turni të gjatë, më shumë se të gjatë, i cili ishte më shumë se sa i lodhshëm, thjesht në momentin kur u shtriva kisha nevojë thjesht të qaja dhe të nxirja të gjitha ato ndjesitë mia që ndoshta mund të kenë qenë emocione të cilat nuk i kisha përjetuar ashtu siç duhet dhe thjesht e lash veten të shkoj sepse ndoshta i rash pendes një fjalë, kam thënë një fjalë me një person që më vjen vërtet shumë keq tani kur e mendoj, domethënë sepse ndoshta s'duhet ta kisha thënë. Dhe kjo në fakt që aty më kapi një lloj emocioni edhe po thoja me veten time, shpresoj që personi tjetër ta ketë harruar këtë që ka ndodhur dhe uroj vërtet sepse është vit i ri sipas kësaj dhe ndoshta mund të jetë një kohë mirë për t'i lënë pas sa gjëra. Dhe shpresoj dhe të tjerë t'i kenë harruar sepse u bëra diçka dhe pastaj pavarësisht se ishte një gjest që unë e bëra me shumë kënaqësi, e thash, po, ajo që bëra nuk ka kuptim fare. Ishte totalisht kot. Domethënë thjesht nuk llogaritet. Në fakt ndoshta nuk duhet ta kisha thënë këtë sepse ishte diçka që unë doja të bëja. Dhe shpresoj gjithsesi të kenë harruar këtë pjesën e fundit, ku unë thash se nuk llogaritet, por në fakt duhet të llogaritet dhe shpresoj ta llogarisin. Shpresoj që të mbahet mend veprimi, por jo fjala që thash. Sepse veprimi është vërtet shumë i këndshëm, por fakti që unë ndjeva sikur po merrja më shumë kredit, më shumë merita se sa duhet dhe thash po s'është që as nuk e llogaris fare një gjë të tillë. Dhe në fakt nuk është se ishte ndonjë gjë për të pasur turp, ishte diçka domethënë shumë e këndshme. Dhe nejse, ideja është e tillë që gjërat e tilla mund të vinë thjesht si një lloj ndjesie që ti e ndjen që gjërat kanë ndryshuar, siç isha unë në mëngjes, ose mund të vinë edhe në val, në të cilat thjesht isha unë që u kaplova nga një lloj emocioni dhe nuk arrita dot ta menaxhoja ndryshe përveç se të qaja pak edhe të ndjesha pak më të çliruar ndoshta me veten time. Dhe ndërkohë po shiha edhe këtë videon të cilën tashmë po e sjell edhe për ju dhe po i thoja vetes, ndoshta kjo ka qenë arsyeja, dhe unë thjesht po ndihmoj veten time të menaxhoj emocionet e mia dhe në këtë mënyrë unë mundem edhe të jem më gati për të ardhur edhe për miqtë e mi me një video të re, por të jem edhe më energjike për të vazhduar me pjesën tjetër të ditës, sepse kisha ndoshta edhe ngarkesën emocionale, ndoshta edhe nga puna, ndoshta edhe nga të gjitha dhe thjesht gjeta një mënyrë për ta çliruar pak veten. Prandaj mund të jetë edhe kjo mënyra se si do të vi tek ju. Nuk e di se si do të vi tek ju, por nëse e keni ndjer, atëherë jeni ju emri i të cilit po thërritet, sepse jeni ju që jeni në linjë me universin dhe do ta ndjeni të gjithë energjinë e universit që kalon tashmë
përmes jush. Dhe ky ndryshim është vërtet ndryshimi i faqes, pra është ndryshimi i të gjithë gjës që ne kemi kaluar deri tani. Ky ndryshim është të vazhdosh në kapitullin e ri. Je gati ti apo nuk je gati, kjo nuk ka rëndësi, por ndjesi që ti ke, ndjesi që ti ke përpara se të kalosh në këtë kapitull të ri, janë një mënyrë e mirë se si ti je gati të ko-krijosh, pra të bashkë-krijosh këtë kapitull të ri së bashku me universin. Dhe pikërisht në këtë fillim viti, ju do ta keni këtë lloj ndjesie për shkak edhe të diellit, i cili do të ketë më shumë energji këto kohë, duke qenë se ne do të kalojmë në ekuinoks, pra do të kemi ditë më të gjata se sa nata. Ju do të keni këtë ndjesinë për të ndërmarrë gjërat përsipër. Pra do të jeni ju iniciues për gjërat të cilat doni t'i bëni. Është një kohë e mrekullueshme për veprim. Pra do të keni mundësinë që ju ta rishkruani ose ta shkruani nga fillimi këtë kapitull të ri, por ashtu siç doni ju. Prandaj dua që vërtet ta merrni mundësinë për ta shfrytzuar këtë kohë, për të vendosur edhe një herë gjërat të cilat ju dëshironi, në mënyrë që ju të mundeni të bëni më të mirën dhe të merrni më të mirën nga gjithë ky vit i ri në mes të vitit, nga gjithë ky vit i ri që po vjen tani, nga çdo kohë e re që nis nga fillimi, nga çdo cikël i ri që nis nga fillimi, ti mundesh të bësh më të mirën, të marrësh më të mirën. Dhe dua që të riktheheni edhe një herë në momentin kur ju keni ndjer të gjitha, duke sikur vërtet bota ishte mbi ju. Pra ishte gjitha pesha e botës kishte rënë mbi ju, sepse ju keni pasur sfida, keni pasur momente kur jeni ndjer të dobët, keni pasur momente kur jeni ndjer të tradhtuar nga persona të caktuar, ose nga situata të caktuara, ose sikur Zoti nuk është me ju, ose nuk e di, keni pasur të gjitha këto, jeni të sigurt që të gjitha këto kanë qenë mënyra se si i gjithë universi ka qenë duke e bërë atë armaturën tënde, mbrojtësen tënde shumë herë më të fuqishme. Sepse ti je gati për të ndryshuar gjëra shumë herë më të mrekullueshme se sa ti ke ndryshuar deri më tani. Të gjitha këto kanë qenë vetëm mënyra për të treguar ty se sa e fortë je, se sa mundesh ti për të ecur përpara. Dhe tashmë ti je gati, sepse kjo lloj energjie, dhe nëse ti po e ndjen këtë lloj energjie, ti je sigurt që nuk ka të bëjë më me nëse mundem apo jo që ta kap, të arri të këtë energji, të val të frekuencë. Emri jot është thirrur. Ti e ke ndjer këtë energji. Ti do kalosh në për këtë energji dhe ti do të mundesh të bësh më të mirën, ti je sigur për këtë. Nuk ka rëndësi nëse ti do të shkosh me vullnetin tënd dhe do të thuash unë do përpiqem të bëj më të mirën për këtë gjë, apo do të tërheq universin nëpër gjithë kozmosin dhe do të thotë ti do bësh më të mirën për këtë gjë, sepse emri ju të thirrur, sepse ti e ke ndjer energjinë, sepse ti ke dhënë më të mirën nga vetja jote në çdo gjë, ti ke përballuar sfidat me një hijeshi të jashtëzakonshme dhe ti mundesh. Dhe universi do të tërheq prapanicën tënde përmes kozmosit dhe ti do arrish të plotësosh të gjitha dëshirat e tua. Universi ka përgatitur ty për kapitullin e ri, të gjitha gjërat. Në momentin kur ti do shkosh në një dhomë dhe ti dikur përfshihesh në kaos, përfshihesh në dramat e punës, përfshihesh në dramat e familjes, krejt papritur, ti do shkosh aty dhe asgjë më nuk të bën përshtypje. Dhe kjo nuk është për mungesën tënde emocionale. Kjo është sepse ti ke ecur tashmë në një nivel tjetër. Universit ka krijuar ty një lloj mbrojtësie kaq të fuqishme të energjisë tënde sa as nuk do arrin dot ta gërvishtin atë energjinë tënde mbrojtëse. E jo më të penetrojnë të, jo më të kalojnë përmes saj, përkundrazi, kur më kjo, sepse ti je në energjinë tënde të re, ti je duke ecur tashmë në energjinë tënde të re. Tani të gjitha ato dyshimet që ti dikur i ke pasur janë si benzin për ty, janë thjesht ato që t'japin më shumë energji. Të gjitha gjërat që ti dikur ndoshta kaosi të friksonte dhe çdo gjë janë thjesht mënyra se si ti ecën tani me siguri të jashtëzakonshme në për rrugët e reja të jetës tënde. Dhe e gjithë kjo nuk ka të bëjë më me thjesht të qeni ti një person që je ndryshe. Kjo ka të bëjë me ty si një njeri që vjen tani, por e di shumë mirë se kush është.
Ki më një njeri që dyshon veten për çdo gjë, ke frikë nga çdo gjë? Jo, përkundrazi, ti je një person që e di shumë mirë se kush je, e di vlerën tënde dhe je gati të marrësh asgjë më pak se sa atë që ti meriton. Pra më të mirën, më të mrekullueshme që ekziston. Mendojeni kështu. Mendojeni sikur nuk bëhet fjalë më jo më për të njëjtin kapitull, përkundrazi, as një kapitull tjetër, madje as një njëjti libër. Madje as e njëjta librari. Mendoj sikur ti je duke ecur tashmë për të krijuar një mrekulli tënde, krejtësisht tjetër të shkëputur nga çdo gjë që ti ke pasur. Të gjithë të tjerët ndoshta mund të rikthehen edhe një herë në versionin e tyre të vjetër ku frikrat, kaosi janë aty vendi i sigurt dhe do rrinë aty, do vazhdojnë të rrinë aty, por ti nuk ke nevojë ta tërheqësh veten tënde që tashmë i ka mbaruar afati skadencës në këtë portal të ri, sepse ti mundesh të ecësh me armaturën tënde të re, që është një energji e jashtëzakonshme, komplet e sigurt dhe komplet e paprekshme nga asnjë lloj kaosi, frike apo dyshimi. Ti mundesh të ecësh në këtë. Ti mundesh vërtet të shkosh shumë larg, të krijosh nga fillimi libra të tërë, librarinë tënde të re. Mos merresh më me atë kapitull që ti mendon se duhet të mbyllësh këtë kapitullin për të mbyllur këtë librin, sepse kjo biblioteka nuk ka më rëndësi asgjë. Ti mundesh të krijosh edhe një herë çdo gjë të mrekullueshme. Me këtë informacione që ke, me këtë dijenje që ke, me këtë rritje që ti ke pasur gjatë këtyre kohëve, sepse është vërtet e mrekullueshme rritja që ti ke bërë. Dhe nuk e di nëse e mbani mend, ju thash edhe një herë në fillim, ndoshta keni pasur shqetësime në lidhje me gjumin, në lidhje me jetën tuaj, në lidhje me gjërat të cilat keni ndier trupin tuaj sikur peshon më shumë se sa duhet, por kjo është në fakt një lloj ndjesie që ta jep momenti kur ti je duke qenë më i fuqishëm me këmbët e tua në tokë. Dhe e gjithë kjo ndjesia që ti ke pasur ndoshta me dhimbjet e kokës, do të thotë që është diçka që po ndryshon brenda teje. Pra është një ndryshim krejtësisht i thellë, nuk është një ndryshim që ndodh vetëm në momente të vogla ose pak nga pak, është një ndryshim që po ndodh brenda në thelbin tënd. Dhe pikërisht, ndoshta mund të keni nevojën për të konsumuar më shumë ujë. Kjo ndodh sepse energjia që po ndodh, që po kalon përmes teje, është shumë herë më e mrekullueshme se sa gjitha energjitë e tjera që kanë ndodhur. Dhe pikërisht ky lloj ndryshimi të kërkon vërtet që ti të kesh mendjen dhe ti japësh trupit tënd atë për çfarë ka nevojë, sepse ti, pavarësisht nëse keni pasur probleme, ndoshta mund të shkoni të kërkoni edhe mjek, edhe sigurisht të konsultoheni me ta, por trupi yt e di shumë mirë se për çfarë ka nevojë. Trupi yt është njësh me natyrën dhe natyra gjithmonë e gjen zgjidhjen brenda saj. Edhe trupi yt dita gjej zgjidhjen brenda vetvetes. Thjesht duhet i japësh atë për çfarë ka nevojë. Nëse të kërkon pushim, jepi pushim. Nëse të kërkon një ecje në natyrë, jepja vetes një ecje në natyrë. Më duhet të them që kjo lloj ndryshim energjie nuk po ndodh mbi ty, po ndodh për ty, pra ti e ke nevojshme që ta bësh një lloj ndryshimi të tillë. Dhe ajo çfarë të kërkohet në këtë rast është që ti të jesh shumë i vëmendshëm, sepse në momentin që je i vëmendshëm, atëherë ti do të mundesh të japësh trupit tënd atë për çfarë ka nevojë dhe ti të mundesh të ecësh sa më lehtë në këtë rrugë tënde të transformimit. Dua të dini që ky është momenti. Ky është momenti për të bërë atë ndryshimin që ju keni nevojë të bëni, sepse nuk është një portal në cilin mund të kaloni duke mbajtur edhe të shkuarën edhe të tashmen në dy duar të ndryshme. Duhet patjetër njërin të vendosni. Domethënë, nëse doni mund të rrini edhe në të shkuarën dhe të vazhdoni të bëni të njëjtat cikle që keni bërë gjithmonë, të shkoni dhe pastaj mos u ndjeni keq nëse njerëzit nuk ju trajtojnë me atë respektin që ju kërkoni. Nëse i lejoni njerëzit të ju trajtojnë me jo respekt, atëherë ata do të vazhdojnë të ju trajtojnë në të njëjtën mënyrë, por nëse ju vendosni që të vazhdoni me të ardhmen dhe ta lini të shkuarën pas, atëherë askush nuk do të mundet që të shkelë mbi respektin tuaj, mbi respektin që ju në radhë të parë impononi vetes. Pra në radhë të parë ju nuk pranoni më që të bëheni pjesë e të njëjtave situata, duke i kërkuar, nuk është të thonë që ju të vendosni ultimatume ose diçka, ju thjesht mund të thoni, nëse ti ke respekt edhe për mua, atëherë më respekto në pikërisht këtë dëshirë. Jam dakord, ne mund të bëjmë këtë gjë, sigurisht, por duhet ta bëjmë në këtë mënyrë, duhet ta bëjmë në mënyrën e duhur. Dhe nëse të tjerët janë dakord që t'ju ndjekin ju në mënyrën e duhur, atëherë mund të vazhdonin
të bëni ato ndryshime në mënyrën e duhur. Por edhe nëse nuk janë dakord për momentin dhe e ndjeni që keni nevojë t'ju jepni kohë ose keni nevojë që ti mirë kuptoni ose nuk e di se cila mund të jetë situata me cilën jeni duke u përballur, por ju e dini, besoni intuitës tuaj. Është vërtet shumë e rëndësishme që ti besoni intuitës tuaj pikërisht në këtë kohë dhe të jeni të sigurt në hapa që do të ndërmerrni pikërisht në këtë kohë. Është koha e mrekullueshme për këto ndryshime. Nëse doni të bëni këto ndryshime, bëjeni tani. Dhe nëse nuk ndjeni, ndoshta duhet t'i jepni kohë vetes atëherë për një herë tjetër, për t'i arritur veten për të ndryshuar. Por unë jam e sigurt që do t'i bëni këto ndryshime dhe dini pse? Sepse e gjithë kjo energjia, e gjithë manifestimet që ju keni bërë deri tani, janë të gjitha duke ardhur në jetë, sepse ju jeni duke i rishkruar ato një pas një dhe e gjitha ato manifestime që ju keni bërë kanë shtruar në një farë mënyrë rrugën në cilën ju jeni sot. Dhe pikërisht të gjitha ato manifestime që ju keni bërë kanë të gjitha një kuptim vërtet të veçantë, veçanërisht për ju. Dhe duke qenë se ato kanë qenë dëshirat e tua më të mëdha, deri më tani jam e sigurt që për një pjesë të mirë tuajën i keni gjetur disa hapa të vegjël. I keni arritur disa hapa të vegjël, sado të vogla mund të jenë ato arritjet e tua, jam e sigurt që ti ke pasur disa hapa arritje. Dhe deri tani e ke kuptuar pak a shumë se ku vërtet zemra jote do të shkojë. Besojni intuitës dhe jam e sigurt që do t'ja dilni shumë mirë që jo më këtë kapitullin e ri, por librarin tuaj të re, ta nisni në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme, duke thënë të gjitha dëshirat e mia janë plotësuar për ato të cilat un kam manifestuar deri më sot. I besoj këtij ndryshimi. I besoj kësaj gjëje që ka ndryshuar tek unë dhe i besoj që gjërat e mia do të vinë ashtu siç unë dua, në një mënyrë ose në një tjetër, sepse surprizën universit nuk dua t'ja heq nga mundësitë e tij. E ka gjithmonë mundësinë për të më surprizuar për mënyrën e mrekullueshme se si do t'i sjell gjërat tek unë. Por jam e sigurt që ato do vinë. Bekime dhe shihemi në videon tjetër.